Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube ODM Studio. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, ju e dini duhet të abonoheni në kanalin tim. Ditën e sotme këtu në live-in tim do të kemi një 36 vjeçare, ajo quhet Anila Djeksina, që fatkeqësisht që në moshën 6 vjeçare e humbi babain e saj. Ai u zhduk pa lënë asnjë gjurmë që prej vitit 1998 u largua drejt Greqisë dhe humbi kontaktet me familjen. U rritë vetme nga nëna, por e mësoi zhdukjen e babait, filloi ta kërkonte, por që fatkeqësisht nuk e gjeti. Vetëm përpara disa kohëve, disa jave, halla e saj, zonja Leze Djeksina, ka qenë me mua këtu në live më odetën dhe ka rrëfyer historinë e të vllajt dhe ka kërkuar ndihmë ta gjej. Por gjatë live-it ajo nxori dhe pa kënaqësit për mbesën e saj për Anilën. Anila sot kërkon që të jetë këtu në live më odetën, padyshim për të kërkuar babain, sepse i ka munguar figura dhe imazhi i tij, por kërkon që të jetë edhe përballë hallës së saj, pasi ka 4 vite që nuk flet. Por përpara se të hap dritarin dhe të aftoj Anilën, për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur hallën e Anilës, zonjën Leze Djeksina, çfarë ka thënë këtu në live më odetën, ndjekim të short të shkurtër dhe rikthehemi. Ka marrë nana me folë me ta, edhe nuk i ka dalë vëllav, i ka dalë një person tjetër. I ka thënë, nuk jam Lushi, Lushi ka thënë, ka shku në punë, po nuk o kthye ma. Nuk jena komunikuar ma, tash 30 vjetë. Nana ka shku i person, i ka thënë, Lushi është në burg në Selanik në Greqi. A i ka thënë e kum pa Lush Djeksina në burg, edhe është në pritje dalje, nuk i ka thënë më gjatë. Edhe nana ime ka dek zemër plasën, edhe baba. Po një motër e vajzë vetme, kom ju derën me qelës. Lutëm Zotit, në të ditë, shpresat si kom humë këtë. Zemra motë se din për bua, se jemi rrit jetima, jemi rrit fukaraj, jam shumë me lovën, shumë me mërzitën, vështë se Zotit mi ka mojt me të në krye. Edhe është i dame dhe me grue. Pse ka qeni martuar për para se ti këte? Po, ka një martuar, me i kanë dek 2 djemë, ka vojzën 34 vjeqe, po. Por pse ishte divorcuar me gruan vllai? Po nuk ka kombinu me ta. E ka marrë ama vajzën 5-6 vjeqe, ka ikë. Ka ta shku vllav në atë kohë. Me marrë vajzën e i ka dalë ai miku, thonë me spat, me vëra. Në Shkodër. Ju nuk keni kontakte me mbesën? Pak. Por ajo? Pak se nuk më ka sjell mirë nënës teme, kur e ku pas në obligë. Nënën vetëm ma ka të tërru nënën, nuk ka sjell mirë me ta. Nusja e Lushit? Vajza. Mbesa gjyshe? Mesa. Por pse? Po i kërkon të leke, ambleke, këtheni. Ku mi marrë shkreta, jo i pension të vogël. Edhe unë me have s'ku pas mundësi e kom një musa kom pas mundësi, po... Po për babain është e interesuar? Jo, kur? Ajo nuk e ka njohur Lushin, babain? Po se ka njoft, 6-7 vjeqe ka njoft. Po pra, ka qenë 6 vjeqe kur ka humbur babai? Po. E dëgjuam zonjën Leze, e cila tregoi humbjen dhe zhdukjen e vllajt, por dhe pa kënaqësitë për mbesën e saj Anilën, e cila nuk ishte sjell mirë me gjyshen e saj të ndjerën zonjën Sose. Ndërkohë që Anila është duke më pritur, kërkon që ditën e sotme të jetë këtu në live më odetën, pasi thelbi është që ajo do kërkoj babain, sepse i ka munguar imazhi i tij, po kërkon që të jetë edhe përballë hallës së saj zonja Leze Djeksina. Kështu që hap dritaren dhe ftoi Anilën. Anila, përshëndetje. Si, zama i mirë. Mirë, faleminderit, si je ti? Mirë për zotën, po në shtëpi, që ki bote? Mirë, ti e vajza e Lush Djeksinës. Po, Lush Djeksinës, zama, po. Që fatkeqësisht babai jotë është i humbur. Po. Për para disa ditëve, në live më odetën ishte halla jote, Lezja. Po, zama, është kënaqësia për më punë me ty. Po, kur e kam një atë hallën,
që më ka akuzu një akuz, edhe armikot nuk i thot atë fjallë. Ku kam shkuar në blik, ku ka kenë gjyshja gjallë, unë kam pas i shtëpi atë. I shtëpi. E tjera, zonja Sose. Po, zonja Sose. Edhe gjyshja pas drejt, ne kina pas bë faktin, 1 muaj aja, 1 muaj unë qëra. A më kuptar njëren? Po. Po, a qëraja o dita atje janë ka shumë plira, janë ka 25.000 lekë. Kuptoj. Po, holla nuk është nevojë me thane 4 të ru gjyshte. Në fakt, zonja Leze, kur ishte në live me Odetën, qëllimi i saj ishte të kërkonte babain tënd, Lushin, të vllajin. Shiko, dita, Akida, unë e kam kërku më privat, me shoshni që kam kënë, që kam shoshni në Greqi. A këtë sa njëve nuk e një mungesë në bakë. A kullaj mori të doja. A në kuptanë. Shumë gabim, për me folë për me të fjallë, aja du të më thanë pëllim njerës, në gjyshit tëmë që më kanë rritë, se ka marrë të doja 5 vjeqë, a jam 36 vjeqë. Ju e keni njohur babain tuaj, apo së mbani mend fare? Po, dhe vërë në klasë parë. Unë kuptoj që je mërzitur me hallën tënde me zonjën Leze, e cila të përmendi dhe ty në atë live, je preku nga fjalët e saj, por... Edhe mami në zemër, se mami është e dome, por nuk është e dome me dasi, me kunor. A më kuptan? Figuron ende e martuar me Lushin. Po, është e martuar me zemër, kina mbjemin e ti, kina në. Po, ti e vajza, sigurisht që ke mbjemin e ti, por edhe nëna, pse ai është dukur për kaq vite, nuk është divorcuar dhe le të themi është në kuror me babain. Po, zemër, po. E dashur, Anila, ju jeni interesuar për gjetjen e babait? Jo me interesu me zemër, se me shpirt e kam menën taj, po jam e thana ja holla, nuk është interesu me. Baba, si ti tjenë, si i keq, ma i keq i toshit nis, a babë. E dashur, Anila, si e kujtoni ju babain tuaj? Unë kujtoj e zemër se unë kam kënë të shkolla, jam kënë me dojen, në kitë qete e këto, se kina kënë një shkollë më te, edhe si ka bërë më tjurë. E kujtoj dhe vite babmonë se ati e diku a ke 5.000 lekë, i të vletër, që a ka dikurë. Ashtë historia allë, se ishe një dorësëm, gjallit halë të babit, me 28 dilën, si të ta janë, se njës të babë në respektan. Njëna ka thirë dorësëm, ishte hala, as dore më s'me në lanë, për respekt. Por pse? Muja o hala nuk më ka një mu asë si pije, përveç njërës në të batë që më ka një mu, janë vetëm gjemë të arë gjë batë. Por pse, pasi babai... Vetëm a i këtë malë. Anila, pas humbjes së Vetëm e më ka një mu. babait, pas humbjes së babait, ju nuk patët kontakte me njerëzit e Lushit, me hallën Lezen? Po, dhe me kam pas. Kam pas. Ku a kënë Shqipni, halë kam pas, kanar, kam shku, kam këtan. Edhe iku në Itali, ma neje vazhdoj me ndru numra, am këtan, edhe ma neje s'kisha kur riki ma. Ose kur vdi gjyshja, kur vdi gjysh, shkova më varrim. Am këtan njëra, shkova më varrim. A kënë spital, shkova në spital. E kur vje puni, me thonë, hala, s'ki shkuas në spital. Ajo ka akuzu shumë të rana. Ke 4 vite që nuk flet me hallën, nëse do ta kishe përballë siç më ke mua, çfarë do i thoshe zonjës Leze? Se jam e sigurt që ajo do e dëgjojë. Isha qef, aja me marrë në telefon, ose me më gjitë provat mu, ku i kam të tëru në ndoje, nane. Në gjyshen. Am këtën, se është një, si me të thonë, është një, si thotë, është një aku shumë e ranë, me thonë për mesin e vetë,
ka përzu me nanën teme. Unë të thash o di ku ka kenë gjallë, na kena pas ba një muj aja qëran, një muj veta. A kuptan? E qartë, e kuptoj. Unë du bellafaqim me te. Aja me kene mirë, aja më kishtë Allah ndore ndarësa. Unë realisht nuk dua që të jeni në konflikt me njëra tjetrën dhe nuk po pëlqen që në live-et e mia njerëzit të zihen, të konfliktohen, por unë do bëj pamundur që ta marr zonjën Leze. Unë kam dispozicion një numër të saj se vetëm përpara disa kohëve ajo ka folur me mua për humbjen e vllajt dhe padyshim nëse ti kërkon që ti jesh përballë saj, unë do ta mundësoj. Por përpara se të arrim te kjo përballje, më lejon të pyes si e ke mësuar humbjen e babait, çfarë të ka treguar nëna, sepse ti je vetmja vajzë që ke ngelur në familje. Fatkeqësisht Babi ka humbur zemër, se mami ka ardhur gjyshi ku jetojmë sot. Dhe i ka shku paketa me vutje. E di se femra shqiptare si vujnë, a kupton? Edhe i ka qu babës vetë fjalë, o hajde mërë me fëmijët e mi, se pas drejt ka ken vllej që ka dek. Fatkeqësisht. Ka ken gjallë, edhe veta, edhe ka qu mami fjalë. Bat, hajde mërë, se os më ndërej ma këtë shpi. E dashur Anila, po më tregon që nëna pasi humbi babai, shkoi te prindrit e saj sepse nisën konfliktet. Nga kush nisën konfliktet? Nga babi, thënë. Por babai kishte humbur. Zemër, babi ka humbë kur kina ardhë në këto të badaja, zemër. Ai ka ardhë të shkolla me më pa, ka dash marrë të shtëpia me marrë mu, po nuk i ka nalë gjyshe me na marrë ma për me shku ma atje. Anë kupten? Pra, konfliktet e nënës dhe babait kanë qenë përpara se ai të humbiste dhe nëna jote ka ikur përpara se ai të humbiste. Po, e vërtet. Ja se e kam nanë o ditë, për mua është kja është nanë e ba për mua. Imagjina ka 30 vjeqe të baba vetë, sa dash 58 vjeqe, edhe nuk ma martu ma. E sakrifikoi jetën duke të rritur ty. Po. Anila, çfarë të ka treguar për babain nëna? Se ti ke qenë e vogël dhe nuk e kujton mirë. I majnë me në zemër, edhe e vogël, unë jam kënë 3 vjeqe. Nanën tema që në blik, edhe ka vujtë shumë. Unë e majnë me që i delë të gjaku për i to. Pse? A i të mjoti? Po, ajo... Nuk e di zemër, nuk e di, a i të edhe ma kënë shumë e mirë, që më të rëgën mami, adhe se janë kënë shumë e vogëllon, adhe? Jo, më thej që nënës i dilte gjak, nëna ka qenë e dhunohej. Po, e vërtet. Nga kush dhunohej? Nga që sa dhe mame, nga të ditë në dhe mama. Dhunohej nga babai? Po, është. Babi a kënë shumë e mirë të dhim, po më të rëgote mami, po mra pa vazhdoj më marë me dashok, që shkuj u marë ma të shok, vazhdoj rrugën, edhe dësh ta ka dësh 20 vite, nuk dhja gjaku ashtë. Unë më shpirt e du, unë të thash edhe parë, me kem baba ma i kesh që Shqipëris, a gjakuja, a në kupten. E dashur Anila, si e mësove humbjen e babait? Çfarë të treguan? Qoftë gjyshja e ndjera sose, halla, lezja? Ai ka pas fol, ku ka kënë Greqi, ka pas fol me nanën, pas drit, adin, po mrapa ma nej nuk ju përgjith ma. Upi, as nuk dikë, as kërkosh, as halla, as nanë, as kushojt, as kërkosh. Upi, si numër nuk më një ma. Por në kohën që nëna juaj ishte larguar për shkak të dhunës tek familja e saj, babai e kishte kërkuar të rikthehej? Babi ka pasar me marrë mushtë. Po, a i ka qenë dhe takimi juaj i fundit? I fundit, po gjyshi nuk e kalon me marrë dhe me. Ti nuk e ke takuar? Fjalla gjyshis t'i a ken, e mojnë me në vogël, a ken,
atje i ki pas. Vetëm kaq. Ti nuk i ke takuar babain? Jo, shpjët, vetëm të shkolla. A kënë i ditë para, parë të shtëpia. Për me ndash me marrë mu, po qysh atje nuk e kam pa ma. Dhe kur të eri të shkolla, çfarë kujton? E të shkolla të thasha po deta e babisi që ki basi e vogël, a më kuptan? Edhe mjetë si janë kënë ata 2.000 leksha, 5.000 leksha. Kënë shumë e vogël, edhe manaj s'di ma për të rëndi ka me kënë mirë adim edhe kjo është ma përësoja. E dashur, Anila, si vazhdoi jeta juaj me nënën? Besoj e vështirë. E vështirë, zemër. Nëse të thasha pasi nuk është e le, po më rritë të daja. Po për i tyne pleqve, ku jetoj sot, të dojtë e mi, nuk jo është përblej kot, o dit. Se gjyshi e ka shi shpim për mamin dama. Se mama jeme është 7 herë i ka hi pika, edhe është me një vesh. Se gjyshi ka se kërpiku, kone në mbajt, ka shi shpim për me pështu jetën e të njëzve. E kuptoj, sakrificat që ka bërë një baba për vajzën e vetë, ka shitur shtëpi që atë kryente një operacion dhe falë Zotit, nëna juaj është në jetë, ajo nuk u martu asnjëherë pas humbjes së burrit të saj. Por besoj e ke pyetur, ajo e priste që ai një ditë të rikthehej? Vetëm i këtë gjallë ka thënë mama jeme, maj mamë, a baba jetë. Nëse marrë, unë ty nuk të lej, i ki babë, unë nuk të e mamë të. Të ka munguar? Vetëm i të fjatë. Të ka munguar figura e babait? Normale, zemër, se thash edhe parë, babë, është fjallë malla, në kuptem po. Më kallam plasë parë se të jam 36 vjeqë. Imazhin e ti e kujton nëpërmjet atyre fotove, pak fotove që kanë ngelur në familje. Po është. E dashur, Anila, ke qenë 6 vjeç, klasë e parë, kur baba juaj fatkeqësisht humbi, ka qenë marsi vitit 1998, kanë kaluar 28 vite që babai është i zhdukur. Sot je e rritur. Dua të të bëj një pyetje, çfarë dyshon ti vetë? Ka nisur një jetë të re dhe ka harruar të kthej kokën pas? O zemër, rëndësi i shala është në shemire, edhe në qoftë është i martum, rëndësi pak të me thanë jam mirë. O, famë se e gjallë. A të thash edhe pa në qoftë se ka kryu familje, pak të i telefonat, me thanë jam mirë, se edhe njëri rrini qekë, a në kuptan, se të është njëri nuk është asi qekë, a në kuptan se s'di njëri, menja njëri, thot, a gjallë, a dekë, a në kuptan. Ti ka me kemë mirë, aj? Ka që du për ti, partën e telefonat, partën me najta në atë qetë. E dashur Anila, më thej që kanë bërë kërkime edhe në rrugë private, nëpërmjet miqve, shokëve, ke arritur të zbulosh diçka për babain? Asë një informacion në zërë, që në kam pasva me emër pja emër në din, po, ja. Me sa kujtoj unë i ka humbur nga Selaniku? Po, Selaniku. Por ju nuk keni zbuluar asë një gjurmë mjete për të? Asë i se në shpër. E dashur Anila, më lejon të bëj një thirrje në këto momente në këtë live për babain tuaj, gjithnjë e bëj për personat e humbur, me shpresë që kushdo që mund t'i njohë, mund të na ndihmojë me informacione. Babai juaj quhet Lush Djegsina, ai sot sa vjeç i bie të jetë? Mund t'jenë 63 vjeç, ha? Ishto, 63 vjeç. Aty afër ke nënën? Po, është mami, ta. Mund ta përshëndes pak më vonë nënën tuaj.
Më lejo të bëj këtë thirrje dhe më pas do flas edhe Marian. Babai juaj quhet Lush Djeksina, është 63 vjeç, ka humbur fatkeqësisht marsin e vitit 1998 nga Greqia. Kushdo që e njeh Lush Djeksinën është i lutur të na telefonoj. E dashur Anila, Po. do O kam edhe i problem me zemër. Po, Se holla si me ligj e me shtet, po jam të shkrimtore e së shtëpie, a më kupton. Po mu më kanë marrë shtëpinë, kanë gatru tapi. ju jeni në konflikt tani dhe për pasurinë. Po, zemër, po. Shtëpinë e babait tuaj kush e ka marrë? Ka marrë holla. A nuk e mundur do ti të komunikosh me hallën që dhe ti aty ke pjesë e vajza e Lush Djeksinës? O zemër, si thëjmë na shqiptari, që më bo, të këto one nuk do e la më zoret, ona vash, do me hima avokat, e me tana, të atë nuk më marrë kush o zemër, si jam truje, ose shpijet, jam vojza e Lushit. A në kuptan Ilën. E dashur Anila, Po, më vi ka shumë keq që pas humbjes së babait kanë ndodhur dhe këto konflikte dhe sot nuk e kontakta as me hallën tënde Lezen. Por nëse babai do të ndiqte, çfarë do i thoshe sot ti? Të ka lënë 6 vjeç dhe sot je në moshë madhore, çfarë do i thoshe? dhe i thosha partin e telefonat, pa më na knaqë zemrën o det edhe partin si kur lime dhe herë, në kuptan. Të besoj, sepse të mungon. Normal. Është e dhimbshme dhe të besoj, e rritur pa imazhin e babait, nëna Maria të ka rritur dhe sigurisht që kërkon të mësosh të vërtetën çfarë ndodhi me fatin e tij në 1998. E dashur Anila, mund të flas pak me Marien? Marie, përshëndetje. Shëndetje, se kalove. Je mirë me shëndet? Mirë. Ishe aty e pranishme kur po flisja me Anilën dhe dëgjove të gjithë bisedën. Po. Marie, ti je larguar nga Lushi përpara se ai të humbiste. Po. Por çfarë ke mësuar ti për humbjen e tij? Po zotën, ai ka qenë shumë i mirë më vërtet, po shoqënia edhe nëna vet pas drita që po në më, ai e ka su në të që ka qenë shumë i mirë. Por pse ju kur keni qenë nuse në atë shtëpi keni pasur konflikte edhe me vjerën, me sosen të ndjerën? Po. Por pse nuk të donte si nuse? Është zonë se di, pra, se atë zmetin ja kam bon, por nuk e di. Sa ka njëri e në vërtet. E dashur Marie, ti je një nënë që ke zemrën plag se ke humbur nga kjo jetë edhe një djalë. Dy djemë, çfarë moshe kanë qenë? Njëni 2 muaj, tjetri 5 vjeç. Fatkeqësisht dhe të vetme fëmijë që ke vetëm Anilën. Por dua të pyes, ishe ti që u largove nga shtëpia apo ishte Lushi që të kërkoi divorcin dhe të ndaheshit? Ja, kam ik vet. Kam ik vet se nuk unë e dërova mo, o det. Por pse u kthye nga një njeri i mirë në një dhunus? Nuk e di qatë. Ti nuk u martove më kur. Ja. Por dhe nëse do kthehesh Lush Djeksina, ti nuk do riktheheshe tek ai. Ja. Moja, ai dhe shkjen shnoshe mirë për vedin, se në. Por kontaktet me ish njerëzit e burrit, jo me vjerën, se ke pasur konflikte të ndjerën, por me kunatën, zonjën Leze ke pasur? Me njerëzit e burrit, unë i kam kontaktet shumë mira. Me 28 vjetë shumë kam kënë një dasëm të, në Shkodër, Po. edhe më kanë thjetë të tanë. Për vetëm a jasë ma ka ndorë në vojzë, jasë mu, tjerë tanë, më kanë respektu e kërë.
Por pse me Lezen, me ish-kunatën këtë lloj konflikti? Po shë zotën nuk e di më jo dhe që unë e kam respektu si konat, ma shumë kam respektu ata se nanën teme. Do dohet i përcjellni një mesazh zonjës Leze? Po shë zotën Leze si i përcjelli mesazh si mos me ful, që ka ful në televizor për vajzët. Sa atë tur mja një kush, e ki nejti, se ka nej në shta kush. E qartë, i e prekur kur ke dëgjuar ish-kunatën? Ja, jam prek shumë, dhe e gjej vajzën të kjoj. Po si, aja ka dek vjava, kam shku me gjej vajzë. A ke në spital, e kam shku vajzën të spitali. Po si ma, ja, o dekja, shpifnë nuk mund e dërej, as vajza se dërant. A shumë kështu ditë, unë thashtë të me pa dek pas të i gjyshja, da kena pas ban paktin, për shabë, një muj aja qëranë. Unë shkosha me më lek të qëratë, ditë, a kuptanë Anilën. E qartë. Pra ti po të gonë që ke qënë pranë gjyshës dhe i ke shërbyer gjyshës. Kam shku, kam nejt, se jam kena dhe më punë, ditë, a kuptanë Anilën, se përnojmë fabrikutve, kam shku dile, kam nëjë 2-3 orë kam anë shpi. Po jo me thonë ata fjallë, ata akuza. Me kena edhe një armik, nuk i thot një armik, ku janë njëri tonë i gjaku jatë. E dash familja, Aku shumë tranë. sot jeton me nënën tënde? Po, shpi, me nanën, me dojën e vogël, me babdojën, me nëndojën. Nuk je martuar? Me i tatë. Jo, zemër. Ende nuk je martuar dhe nuk e kryuar familjen tënde? Jo, shpi, të da. Mirë, e përcjellim zonjën Marie. Zonjë Marie, të falenderoj që ndërhyve në këtë bisedë. Të falenderoj dhe të përshëndes. Pashim. Mirupafshim. E dashur Anila, ti kërkon që ti jesh në një përballje me hallën tënde, zonjën Leze. Aja më odek, me kem falë mirë, me i thonë, falim njerës, ma gjyshja me thonë emin ditë pola. Po. I ta në kanë shi qokër në shpirë me në rritë ne. Ta është të rinë kanë shi shpinë për në steme. Ashtë me thonë falim njerës që në ke viti këtë të mi, po jam me dhona akut të trana o dhe. Ashtë një akut, se ma të akut, që ka përna ja, unë një hapi 2 në nëcimin o dhe. Po nuk du, kam ftyrë, jam rritë të dojë, jam konë eduku. Ma të akut, që ka përna ja, me kene armik o dhe, nuk i thua dhe ja fjallë. Po shë në e rrile. Onë jam, onë. Atë njofta. Ja, të ulesh zonja Leze. Zonja Leze, mund të ulesh diku? Zonja Leze, përshëndetje. Përshëndetje. E njofe, është Mbesa, është vajza e Lushit. Normal. Anila u mërzit teksa të dëgjoj ty për akuzat që kishe ngritur dhe kërkoj që ti ishte sot përballë teje. Anila, e ke hallën tënde përballë, çfarë do i thuash? Si, që ki bo? Mirë ti. Mirë. Ja ka dënë lo. Po i tjerë, e shto, se në. Nana më bëllë ishtë do të lodhë dhe jam punë. Se dhe kush do të më hagër. Pa. One kam tiro dekën, se une kam një që ki thonë te, cilat janë torturat që kam bo pas dritë me nanën. Me nanën sofa. Që kam bon? Unë si person që kam bo. Pas dritë, ja thash ordet, pas dritë, sosja, nana sose, ku ka ken gjallë, kena falë, një muj qëra Anila, një muj qëra sosja. Qa është aja tortur që kam bonë? Qa kam bonë tortur? Që i kam bonë? Një minut, pëjt, du me follu njëherë, e mrapa më plohën ty me follu. E pora, iko tjetëra, kina orë në varim, ka kënë të spitali, kam dojë si shoka për punët, unë përse për anon, e kam bo për vetës të mes.
Po jam me thonë ti, me kënë atë shemi, a mërë në tjo që më ki thonë ti, me kënë atë shemi s'kishe dorë të spitali. Kush ka dorë të spitali? Kam dollë unë e mama. Po jam në hella të akuza këtë rana. Se nuk shkojnë. Në ke mes, me nuk, a njerë mit nuk I thotë atë fjallë, mërë. Ata fjallë nuk I thotë atë miku dhe jam mes. A ke ma Aladi dorsëm ka marrë katë, se jam kënë shumë e mërzitër është dërsume. Pakten me lanë doren, jepe si armiq doren, jes si mes e halë. Vazhdo të është. Tash unë jam 64 vjetë. Po. Nuk rej. Nuk rej pa dek. Se do me dek, Unë jam, ku marrë unë për Italijet, atë kom gjetë aty? Si? Në blik. Po kom I po me marrë qëro në shpiz. Mirë, atë kom gjetë aty. Po për hem ki gjetë aty. Po pra, në po në jo. Po për hem, bashta. Mirë. Po. Ti ke kërkuar nëns 20.000 lek. Po. Po. Qëra në shpiz. E më regull, nuk do më rejtë, të ka që liherë. Një minut, plesëralën që është. Ti ke gjë shpi, kam ku 20.000 leshen, normal. Sa gjo, as toka jem atje e bov stem. Ti, e kush ty, ka një muma, ta ta pia, shëllin kina po, onë mujnë tjetë hapi gjygjën. Ta dini mirë. Do hitë bërë që bank, e du të hapi gjygjën, as shpi nuk e gëzën koshme, si jam gjaku ti, jo. A pa më me folë të shmua, a dhash leje? Folë, letë pësit. Folë, që me folë? Folë, vazha, po të një. Luta, Manila, ta respektojmë dhe përmosën. Unë erë për Italijet, gjithë aty, ke shko me kërkua 20.000 lek. A vërtet? Po, to që është e vërtet, nuk të muha jonë. Nuk t'i vërtet. Lepë foli. E këm gjithë nënën të imë qitë gjakë për gojet. Pasha një kërsh nuk të rej, një të kërsh e këmarën. Sa e në këna, as ko që I gjatë për gojet, as për hunet. Tash jepe e për të dorë. Në vesh me që se e kanë vetëm, nuk e kanë në kërkën ma, e kanë vetëm. Se jepe për e ushtë. Ullë zonin, e nëse të të ma le. Ullë zonin, ullë. E dashu leze, Anila. Nuk, o të foli drejt, ma që më që të këtë vjetë për foli drejt. Me kemi tujtë balë për mejet. Jam rritë të shonë, se s'keni të tërë. A do më morë vesh ajo, so kom me I kënë punë. Edhe ti kom hekë prej vetë ti kom anë 20.000 lek. A ti kom lanë? Mie, okej. Një minut, masik mua betit. Tesh, unë gjak, si të thonë ti kujtën se ja kam fut grushtat që me gru. Po nuk sash me se ja ke fut grusht. Pa ke në smurë, po të qitë gjak për gojet. Nuk sash, a sasin ke ra. Një minut, a I kem dëshmitore edhe ti që po thonë sosja pas drejt po është. Ma janë do në me do që ronë një mujti, një mujën. A është e vërtet? Si nuk ka këmë hinë ti, nuk do me fot drejt, si janë muhabeti. A të 20.000 lek për I vetit? Po. Po, thuj. Po, nuk e më fa jo. E sa shqadëm tash kanonat, ti dha 20.000 lek, për gjoj duhe 20.000 lek për I saj. Te në vetë me morë nëna zhjuse me të hospital, se kom gjithë pasha njështë kërë ka që gjak për gojet, e kom pru një tali, e kom shtrue, e kom pru në forë një rjot. Nja. Edhe... E dashu leze dhe Anila, mua më vjen shumë keq që nuk jeni në kontakt me njëra tjetrën, debate për 20.000 lekë që raja është turp të diskutohet, unë dua që ju të dyja... A more, thojza, me dollë holla,
një shoqe që nuk i thot me hella ta akuza. A di çfarë akuzët ka hell kjo më? Edhe te spitali e ka marrë qike eme, ka thonë, Anila, hajte se e zhyshën sa ka des. Edhe kur ka shkuar me pa nanës, me më kena aty 15 ditë fat jam si ka dekën duhet mija, edhe i ka nej lartë, nuk i ka rrit me thonë, si e më i nanë, për e më i nanë, marrë shatjesën, për shembull. E dashur Lize. Em ka marrë në telefon, em ka thonë si Po, a kitë torë me si janë gjatë sa vjeqe. Pa ka renti me. Te kam dalë me mamin 3-4 herë në spital. Që e ke mamin këto? Pa këta me rejti. Po dhe tonën, Ja, kam edhe tonën, vojzën e ti, mesën e sosës, e kam gjallun. Da shta lili to, ata difteraja vërtetën. Një dhe për se bali së pasha shpirtin e nësë folit drejt se jam 64 vjeçë nuk rejt. Edhe më ke marrë në telefon një ke thonë si është taj. Lutem. Më ke marrë në telefon ke thonë si është taj. Ku ashtu gjyshja në spital, në rrallë parë, unë nuk disha si ishte shtru. Në rrallë parë s'ka pas nëmër telefonit, në rrallë dytë, kja, ose vojza halës, ose kja më kishtë marrë në telefon. Mua ditë morë në telefon edhe shkova, thonë s'kam ditë gjatë. Apo ja? Telefonin në ka pasë, ja se akun pa dhe jonë. Nënsë. O s'kam pas nëmër të soj, E zema. dashur Lize dhe Anila, do më dëgjoni pak, nëse do diskutoni të tilla muhabete, nuk do gjeni kur zgjidhje. Zonjën Sose nuk do ta riktheni në jetë. Sigurisht ajo është larguar nga kjo jetë. Ulrini pak, hiqini këto inatet, mërzirat. Lize, Anila është gjaku juaj, është vajza e vetë me lushit, është mbesa jote. Anila, Nuk e më haj, se zonja sot gjaku Lize jem. është halla jote, është motra e babait. Harrojni këto, për hir të gjithçkaje, bëuni bashkë dhe t'jeni në kërkim të lush djegësinës. Të mësoni të vërtetën çfarë ndodhi me fatin e lush djegësinës dhe mos merreni me mërira të kota, pse mbesa. O Aldit, unë të thosh edhe por me zemër, unë e kam kërku, të thosh edhe por se normal se unë e kam munges në bokë për tonë kohën. Kja s'ka drejt me thonë ato fjallë, nuk ashtë e interesu me kërë për babën. So kam pyet privatën me shushni, për lush djekësinën, asa gjeta s'nje. Po kja tërë me ardë, me thonë unë nuk ashtë e interesu me për babën e vetë, për babën e vetë. Unë për zote edhe unë kom shëqu, e kom hargju pare për vëllan ten, ti e ke babën e kom dha. E kena të dyja. O Leza, po që ka me bojnë, maj, unë i thoshë të detme, për normalet, nuk ka shkolla i morit të dojat me, Që me bojnë? Që me bojnë? Unë që me bojnë? Ajo që duhet të bëni, ajo që duhet të bëni është t'i lini më njanë mërira, të bëheni bashk, të shkëmbeni numrin e telefonit, e ke hall, ajo të ka mbes, keni njëra tjetrën dhe mos të ndaheni për së gjalli. Kjo gjë nuk shkon. Në një gjak, në një familje të ndaheni për së gjalli për gjëra që nuk kanë vlerë. Kështu që mendojni pak gjërat qetë dhe bëuni bashk për të gjetjen e lush djegësinës. Unë i kam nisur tani kërkimet që në momenti që zonja Leze ka bërë denoncimin tek mua, uroj dhe shpresoj Anila që të mësosh të vërtetën e babait tënd, uroj që ti jetë gjallë, të uroj dhe ty Leze të bashkosh sa më shpejt me vllajin. Kështu që ju përshëndes të dyja dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Faleminderit Suzana. Ty faleminderit për respektin, për bisedën. Po për zotën se kam duar shpia, asi sa në botë, vetëm të mdolit, ko thonë dhe njoj vlashnësh, edhe me dek. Se më ka marrë shpia me veti. A më kuptën? Unë dua vëdhanë, se të mdolin a i vëdho, e a i babë për atë vajzë. Të besoj, e dashur Leze që të mungon vllai dhe vuan për humbjen e tij dhe uroj që të zbardhet kjo e vërtet. Kështu që do mbetemi në kontakt si dhe me Anilën dhe me ty, e dashur Leze, ju përqafoj dhe u puth të dyjave nga Tirana dhe flisni me njëra tjetrën. Jeta është shumë e shkurtër. Nuk ka kohë të mbaj mërira njerëzve në këtë botë. Është e shkurtër jeta. Për mua shumë e shkurt. Ajo ka jetën përpara, shoha i hapit i fat, e del baba ndrit. Mirë, ju përqafoj. Mirupafshim. Mirë Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme.
Unë ju falenderoj që durat me mua deri në fund të këtij live-i. Urojmë dhe shpresojmë që si Anila, por edhe Lezja të marrin vesh informacion për lushdjeksinën dhe gjej rastin të bëj thirrje që kushdo që e njeh lushdjeksinën, që sot është 63 vjeç, që ka humbur çdo lloj kontakti me familjen, që është marsin e vitit 1998 nga Selaniku i Greqisë, mos të hezitoj të më shkruaj në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale. Nëse keni një histori për denoncuar, keni një eksperiencë të bukur për të ndarë, mund të më shkruani edhe në rrjetet e mia sociale në Facebook dhe në Instagram, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart, mos harroni, mund të klikoni dhe të abonoheni në kanalin tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori të dhimbshme, histori reale, histori njerëzore. Faleminderit, deri takohemi nesër. Mirupafshim.